O kthehem në Shqipëri me super kujtime të bukura nga qyteti i Mynihut, ku më sugjeruan agjencia Maja Travel Tours edhe nuk më zhgënjeu as pak. Unë doja një qytet që të bëhej edhe shopping, ama të ishte edhe i bukur për të parë, siç ishte ky pallati mbretëror këtu në Mynih. Ishte koha perfekte për të vizituar Mynihun, nuk ishte shumë turist, moti ishte perfekt, edhe kishte fiks gjëra që unë kërkoja, shopping edhe të ishte i bukur. Maja me që na i ka gjetur shumë lirë këto biletat edhe akomodimin hotelin e gjitha, ama kam lënë lesht në shopping. Që kështu Maja Travel Tours, ju lutem më jepni pak edhe kompensim për lekët që kam harxuar nga sugjerimi juaj. Për te të gjithave, unë nuk e dija që Mynihu kishte pica më të mira se në Milano. Me çdo detaj të udhëtimit është marrë vet agjencia dhe unë kam qëndruar si një princesh derisa erdhi momenti për të kthyer në Shqipëri dhe nuk e kuptova se si ikën ditët kaq shpejt. Ama nuk mërzita që erdha në Shqipëri sepse më pret udhëtimi tjetër i radhës së bashku me Maja Travel Tours.